Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar dhe dashur vëllezër, ju që përgatiteni për maratonin e Tiranës 19 tetor 2025. Na jena bogati a shëket me flamurin për Palestinën, Free Palestine. Të dashur vëllezër, në këtë maraton disa vëllezër nga Shqipëria e kanë nisë iniciativën që dalin të gjithë me flamurat të këtill, me fanellat bardha, ku në gjoks e kemi flamurin e Palestinës dhe flamurin e Shqipërisë dhe aty mbrenda shkruan Free Palestine. Dhe në këtë formë solidarizohemi na me rastin e Palestinës dhe luftës që bëhet, gjenocidi që bëhet në Gaza. Andaj kushdo që don të jetë pjesëmarrës, lirisht mund të na kontakton neve ose të vllazënit e Shqipërisë dhe të kërkon fanella për tyre në emën të këtilla, domethënë në emën të Palestinës. Allahu i madhërisht gjithëve na dhash sukses, energji dhe aktivitet, kurse vëllezërin në Palestinë Allahu ndihmoft inshallah taala dhe sa më shpejt përfundon kjo luftë me sukses të madh të popullit palestinez, një luftë e cila zgjat tash e shumë dekada, që normalisht kjo luftë dyvjeçare që sot, domethënë faktikisht dje 2 vjet, ka marrë viktima të shumta, ka marrë dëshmorë të shumtë, ka bërë shkatrime të shumta, po Allahu i madhërisht e sprovon atë që e don. Na lutim Allahun që të gjithë ata që kanë marrë dëshmorë, Allahu të pranon shëndetëllikun e tyre, ata që janë lëndu, Allahu t'i shëron, gjithë që kanë humbur anëtarë të familjes, Allahu t'ia kompenzon këtë humbje me suksese të ndryshme në jetën e tyre. Të dashur vëllezër, maratoni është simbolik, aktiviteti fizik e bashkimit të shqiptarëve nga trojet e ndryshme, por gjithashtu është moment i volitshëm për të manifestuar, do thotë, parulla dhe projektet që janë në dobi të njerëzimit në përgjithësi dhe në dobi të muslimanëve. Andaj presim për juve që të solidarizoni me këtë aksion dhe gjithë ju kemi me kësi lloj fanellash atë ditë në maratonin e Tiranës 19 tetor viti 2025. Takofshim me të mira edhe Allahu ju dhash suksese vazhdimisht. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.